Përfitimet e komunitetit muzikantëve nga konferenca zhvilluar pas 35 vjetësh janë të gjëra. Në radhë të parë, muzika profesioniste hyn tashmë thellë brenda institucionalizmit të saj. Pas një tkurjeje, pas një tronditjeje të vlerave të saj, të arritura me shumë mund në dekadat e fundit, nga brezat e kompozitorëve që kanë ardhur pavarësisht se të diktuar nga sistemi represiv, por gjithsesi ata krijuan traditën e tyre me shumë mund, po e theksoj, me shumë përpjekje, nën trysni, nën censura të ndryshme, por sidoqoftë shteti në atë kohë për muzikën tregonte një kujdes të veçantë, sepse ekzistonin institucionet, ekzistonin porosit për muzikën, porosit shtetërore, porosit eshin këngë, porosit eshin pjesë muzikore për teatrin, deri dhe teatrin e kukullave, për filmin. Pra muzika ishte një distributor ku shteti luante rolin e tij të patjetërsueshëm në mbajtjen gjallë të këtij arti kaq domosdoshëm për njeriu. Por të kthehemi te përfitimet janë pra ne kemi tashmë një bazë teorike edhe shkencore të nxjerrë nga përfundime, nga konkluzione, përvojash të mbledhura nga muzikant, nga muzikolog, nga studiues të ndryshëm, gjë që do t'i vlej jo vetëm konferencës, sepse këto janë të gjitha kumtesa të shkruara që do botohen. Pra kemi një lëndë shkencore në lidhje me atë se ku duhet të shkojë arti muzikor shqiptar, si mund të mbijetojë ai në këtë kohë globale, në këtë kohë digjitale, në këtë kohë kur njeriu është kaq i dhënë pas anëve të tjera materiale dhe jo pas muzikës. Por sigurisht ka përfituar dhe opinioni publik, sepse i kemi bërë të ditur me mjetet që kemi, që zotrojmë, që muzika duhet të jetë një art që duhet ta duan të gjithë, që duhet ta mësojnë, që duhet ta njohin, që duhet ta konsumojnë në fund të fundit të gjithë, jo thjesht si mjet argëtimi, por si një mjet zgjimi